Territori i Kosovës për datën 13 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta me mod kryesisht të vranë dhe vranësira të shpeshta në shumicën e zonave. Paraditja do të jetë e ftohtë me ngrica lokale, ndërsa pasditja vijon me vranësira dhe intervale të shkurtra kthjellimesh. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 13 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 13 janar do të jetë rreth orës 6:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:31 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -2 deri në 3 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 4 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 4 gradë Celsius. Pej -2 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë -1 deri në 5 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 6 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan -3 deri në 5 gradë Celsius. Ferizaj -3 deri në 6 gradë Celsius. Kaçanik -4 deri në 4 gradë Celsius. Suhare 0 deri në 7 gradë Celsius. Prizren -1 deri në 7 gradë Celsius.